faktikisht shejtani e njeh natyrën njerëzore dhe pjesë e natyrës njerëzore është frika. Nuk do të thotë që besimtari nuk ka frikë, nuk do të thotë se besimtari nuk ka dilema dhe dyshime, por është besimi që futet në rol në ato momente dhe ja minimizon frikrat, dyshimet, hezitimet që mund. Është tamam, është dora e Zotit e cila e bën njeriu që të marrë vendime të tilla. Gjëja më e thjeshtë. Pse thot profeti Muhammed alayhis salam nuk paksohet pasuria nga dhënja, nga sadakaja? Matematikisht dhe logjikisht pasuria paksohet kur jep njeriu dhe shumë njerëz nuk japin nga frika. Sepse shejtani e frikson atë me të ardhmen e tij, thotë ndoshta s'do kesh mundësi të ushqesh fëmijët tuaj, po dhe këto do të paksohet në krahun tjetër. Aja di njeriu, dhe një pjesë e madhe njerëzve e dëgjojnë këtë fjalë të djallit mallkuar. Por profeti alayhis salam thotë mos keni frikë. Dilni përtej kësaj frike dhe t'jeni të sigurt që kur jepni për Zotin, Zoti s'ka për t'ja paksuar, përkundrazi do t'ja shtojë juve. Kjo është gjëja më e thjeshtë. Edhe në shumë veprime të tjera do shikojmë që besimi e nxjerr njeriu prej asaj këputisë së frikës, dyshimeve, dilemave. Të gjithëve, edhe besimtarë, ju kalon frika në zemër, ju kalon frika edhe paniku edhe në mendje. Por është ky besim i cili ndërhyn në këto momente dhe e merr njeriu nga një situatë në një situatë tjetër. Dhe gjithë njerëzit që kanë guxuar për të bërë ndryshim nuk i kanë besuar realitetit, jemi të sinqertë. Madje edhe jo besimtar, por kanë besuar në diçka tjetër që është për te këtij realiteti dhe i kanë thyer. Ama a nuk është turp dhe gjunah që besimtarët të jenë peng dhe robër të një aktualiteti apo të një realiteti, një kohë që ata besojnë tek Zoti, tek fuqia e Zotit, besojnë që Zoti bën mrekulli, bën ndryshime, edhe pjesën më të madhe të besimit ne kemi besim të paprekshëm dhe të padukshëm, por i besojmë asaj. Prandaj ky besim na fton që të dalim nga kontekstet e cilat shpeshherë na lidhin dhe na burgosin dhe na kufizojnë, edhe pastaj nuk bëjmë edhe ato që mund të bëjmë me mundësitë tona njerëzore, por gjithmonë justifikohemi, arsyetohemi se s'kemi çfarë bëjmë, kjo është realiteti, kjo është situata, këto janë kushtet.